I hapet drita jeshile nisjes së procesit të dezinsektimit nga mushkonjat në qytetin e Vlorës. Lajmi konfirmohet për televizionin 6+1 Vlora nga burime zyrtare pranë Inspektoriatit Vendor Shëndetësor, institucioni i cili aktualisht po merret me procedurat paraprake për fillimin e ndërhyrjes në terren. Procesi i dezinsektimit kishte mbetur i pezulluar për shkak të një ankimimi të brendaj procedurës së tenderimit, çka solli vonesa të konsiderueshme në nisjen e një prej proceseve më të rëndësishme për sezonin veror. Për muaj me radhë, qytetarët kanë shprehur shqetësimin për praninë e shtuar të mushkonjave, ndërsa televizioni 6+1 Vlora e ka ngritur vazhdimisht këtë problematik, duke kërkuar reagimin dhe zgjedhjen e institucioneve përgjegjëse. Procesi i dezinsektimit duhet të kishte nisur që në muajin mars, periudhë kur mushkonjat ndodhen ende në fazën e larvave dhe ndërhyrja konsiderohet më efektive. Megjithatë, tashmë jemi në datën 19 maj dhe procesi ende nuk ka filluar, duke shtuar frikën për përhapjen e insekteve gjatë ditëve me temperatura të larta. Burimet bëjnë me dije se pas zhbllokimit të procedurave, pritet që dezinsektimi të nisë brenda javës ose në rastin më të mëvonshëm në fillim të javës së ardhshme. Ndërhyrja do të përqendrohet fillimisht në zonat më problematike, pranë kanaleve kulluese, lagunave dhe hapësirave me prani të ujrave të ndenjura, aty ku mushkonjat shumojnë më shpejt. Vonesat në kryerjen e dezinsektimit mund të ndikojnë jo vetëm në cilësinë e jetesës të qytetarëve, por edhe në sezonin turistik, në një periudhë kur Vlora pret një fluks të lartë vizitorësh, vendaze të huaj. Për këtë arsye, qytetarët kërkojnë që procesi të mos mbetet vetëm në fazën e premtimeve, por të nisë në terren sa më parë dhe të shtrihet në të gjitha zonat problematike të qytetit dhe njësive administrative. Ndërkohë mbetet për të parë nëse afatet e paralajmëruara nga institucionet do të inspektohen, ndërsa qytetarët presin që problematika e mushkonjave të marrë më në fund një zgjidhje konkrete përpara kulmit të sezonit veror.